Iki, mos më kërkoni, 14 vjeçaria largohet nga shtëpia në Durrës, prindrit bëjnë apel. Një ngjarje rënd ka ndodhur në Durrës ku një vajzë 14 vjeçare nxënëse e shkollës Qemal Mici është larguar nga shtëpia rreth orës 6:40. Sipas nënës së saj, Brikena Tusku, vajza ishte në shtëpi deri në orën 5 të mëngjesit kur ajo ishte zgjuar për të konsumuar syfyrin. Pas kësaj, nëna ka rënë në gjumë dhe kur u zgjua rreth orës 6:30, vajza nuk ndodhej më në dhomën e saj. Familjarët kanë deklaruar se vajza kishte shprehur shqetësime ditën e fundit, duke thënë se po ndihej e kërcënuar nga disa persona pas orarit të mësimit, por askush nuk ishte marrë seriozisht to kërcënime. Sipas nënës, ajo ka gjetur një letër në tavolinë ku shkruante: "Po largohem, mos më kërkoni." Sipas informacionit të fundit, vajza 14 vjeçare nuk është paraqitur në shkollë këtë mëngjes dhe autoritetet kanë nisur kërkimet për gjetjen e saj. Lidhur me zhdukjen e vajzës, është bërë denoncimi përkatës në polici, ndërkohë që prindrit apeluan për çdo informacion që mund të ndihmojë në gjetjen e saj. Ata kërkojnë ndihmën e qytetarëve dhe apelojnë që kushdo që ka dieni për vajzën ose e ka parë të kontaktojë menjëherë në numrat 0693 367135 dhe në numrin tjetër 0695 52 3151.